Një gjykatës federal urdhëroi të premten administratën e presidentit të SBA Donald Trump që të ndalojë përkohësisht përpjekjet e saj për të mbyllur zërin e Amerikës. Ky vendim ndalon qeverinë amerikane që të pushojë nga puna 1300 gazetarë dhe punonjës të tjerë në shërbimin e lajmeve të SBA-s, të cilët u lanë pa punë në fillim të këtij muaji. Gjykatësi për distriktin jugor të New Yorkut, Paul Autkin, tha në një opinion të së premtes se administrata e Trump nuk mund të mbyllte në mënyrë të njëanshme zërin e Amerikës dhe programet radio të lidhura me to që u miratuan dhe financoheshin nga Kongresi. Anulimi i fondeve për ato programe do të kërkonte miratimin e Kongresit, shkroi gjyqtari. Gjykatësi Autkin nuk kërkoi që zëri i Amerikës të rifillonte transmetimet, por urdhri i tij e bëri të qartë se punonjësit nuk duhet të pushoheshin nga puna derisa procedurat e mëtejshme gjyqësore të përcaktojnë nëse mbyllja ishte arbitrare apo kapriçoze në shkelje të ligjit federal. Kjo është një fitore vendimtare për lirinë e shtypit dhe amendamentin e parë dhe një qortim i ashpër ndaj një administrate që ka treguar shpërfillje të plotë në parimet që përcaktojnë demokracinë tonë, tha Andrew Kelly, një avokat i paditësve. Agjencia e SBA për media globale, e cila mbikëqyr zërin e Amerikës, Radio Evropa e Lirë dhe media të tjera të financuara nga qeveria, nuk ju përgjigj me njëherë një kërkesë për koment të premten. Zëri i Amerikës u themelua për të luftuar propagandën naziste në kulmin e luftës së dytë botërore dhe është rritur për të bërë një transmetues mediatik ndërkombëtar, duke operuar në më shumë se 40 gjuhë dhe duke përhapur narrativat e lajmeve të SBA në vendet ku mungon një shtyp i lirë. Si grup, Agjencia Amerikane për Media Globale punsoi afërsisht 3500 punëtorë, me një buxhet prej $886 milion në vitin 2024, sipas raportit të saj të fundit në Kongres. Gazetarët e zërit të Amerikës dhe sindikatat e tyre paditën Agjencinë Amerikane për Media Globale. Drejtori në detyrë të saj, Victor Morales, dhe këshilltarin special Kari Lake, javën e kaluar, duke thënë se mbyllja e tyre shkelte të drejtën e punëtorëve për fjalën e lirë të amendamentit të parë kushtetues. Padija e punonjësve të zërit të Amerikës është një nga 4 sfidat në pritje të përpjekjes për mbylljen e programeve mediatike të financuara nga qeveria. Sfidat të tjera janë paraqitur nga Radio Evropa e Lirë, një grup i veçantë punonjësish të zërit të Amerikës dhe Fondi i Teknologjisë së Hapur nga Marsi i Grantit. Agjencia Amerikane për Media Globale kishte argumentuar se nuk kishte shkelur ligjet që rregullonin operacionet e zërit të Amerikës. Agjencia tha në dosjet gjyqësore se kishte reduktuar operacionet në një minimum ligjor, duke rivendosur transmetimet në Kubë dhe duke rivendosur 33 punonjës në zyrën e transmetimit të Kubës, përshtati pamfleti nga Reuters.